Me përfundimin e zgjedhjeve lokale dhe zgjedhjes së disa deputetëve dhe funksionarëve si kryetar komunash, Kuvendi zëvendësoi 3 deputet, ndërsa në vijim e sipër është që edhe qeveria të realizojë rekonstruimin. Pas zgjedhjes së Izet Mexhitit si kryetari i Çajirit, duhet të plotësohen funksionet si zëvendës kryeministër i parë dhe ministër i ambientit jetësor. Për të parën është konfirmuar deputeti Bekim Sali, ndërsa pozita e ministrit të ambientit do të mbetet në kuadër të Vlenit, por me emër të ri. Kryetari i alternativës në kuadër të Vlenit, Zeqiria Ibrahimi, thotë se janë në pritje të përfundimit formal të procesit zgjedhor dhe më pas do të ulen të bisedojnë me kryeministrin Mickoski. Siç mësohet që zyrtarisht, kryeministri Mickoski nuk është i kënaqur nga puna e deritanishme të 2 ministrave nga radhët e Znam, Igor Fillkov në drejtësi dhe Goran Minçev në administrat, por i pakënaqur thuhet të jetë edhe nga puna e ministres së arsimit Vesna Janevska. Sa i përket Vlenit, Mickoski do të pres nga partneri i koalicionit të propozojë ndryshime eventuale në radhët e tyre, siç ka qenë praktik deri më tani. Rikonstruimin e qeverisë e kishte paralajmëruar vetë Mickoski në fund të muajit gusht, pas përfundimit të zgjedhjeve lokale. Tha se qeveria do të hapë derën për njerëz të ri me qëllim përmirësimin e kapaciteteve.